Detajet të reja kanë dalë në dritë lidhur me atentatin ndaj 58 vjeçarit Jusuf Yaqaj në Sarand. Nga hetimet e deritanishme bëjmë me dije se grupi hetimor së hetuesit dyshojnë se autorët e kanë vendosur tritolin në mjetin tip Toyota të 58 vjeçarit 2 ditë para ngjarjes. Lënda eksplozive rreth 500 gram është instaluar nga autorët poshtë automjetit në ventin e shoferit. Sa i përket dinamikës së ngjarjes para atentatit, Jusuf Yaqaj ka qenë në lokal duke konsumuar kafe në lagjen nr. 3, aty ku ka dhe banesën e të birit. Rreth orës 22:45 minuta dhe pasi ka dalë nga lokali, është futur në makinë, ka ndezur mjetin dhe sipasi ka ecur rreth 20 metra dhe më pas kështë kryer shpërthimi i telekomanduar. Grupi hetimor ka sekuestruar kamerat e sigurisë në zonë dhe ka nisur këshyrjen e këtyre me qëllim identifikimin e autorëve të dyshuar. Policia ka pikasur një mjet të dyshim që ka qenë në zonë gjatë kohës kur ka ndodhur ngjarja, por po bëhen verifikimet e para. Hetuesit dyshojnë se autorët e kanë mbajtur në vëzhgim prej vitesh viktimen duke gjurmuar lëvizjet e tij. 58 vjeçari nuk ruhej dhe as nuk lëvizte me automjetet blinduara. Policia ka dyshime se autorët kanë qenë rreth 200 metra nga vendngjarja, nga ku kanë kryer shpërthimin në mënyrë të telekomanduar dhe më pas janë larguar. Hetuesit, një grup i nisur menjëherë nga kryeqyteti, dyshojnë se vrasja e Jusuf Yaqaj lidhet me ngjarjen e të birit me pistën e hakmarrjes që mbetet në momentin e kryesor. I biri i tij Klaus Yaqaj, 31 vjeç, është përfshirë në një ngjarje kriminale me 17 korrik në qytetin e Sarandës dhe aktualisht ndodhet në burg. Vetë 58 vjeçari merrej me turizëm duke transportuar me skaf pushues drejt plazheve dhe duke bërë guida turistike.